shifni, miqtan, kudo që janë, presim me padurim, votën e lirë të shqiptarve, fitorën e opozitës. Të dashur miq, Partia Demokratike dhe Aleanca për Shqipërinë Madhështore vjen tek ju me programin më të mirë, me programin të cilin kur ndonjëherë nuk e kanë paraqitur më parë para shqiptarëve, me programin që shqiptarët se ka njohur kur, programin e Shqipërisë Madhështore. Duhet t'u garantoj se ky program, zbatimi i tij, konkret tjetër për çdo shqiptar. Ky program fillon nga zemra, dhimbshuria e njeriut. Sepse ne, në një mënyrë ose një tjetër, jemi një vend sot ku qindra e mijëra qytetarë derdhin lot të ftohta nga mjerimi. Jemi një vend në cilin dhjetra mos qindra mijëra familje nuk ushqejnë dot si duhet fëmijët e tyre. Sepse parat, taksat e tyre vidhen nga qytetarët. Sot ne jemi një vend ku me qindra mijëra smur nuk marrin dot ilaçet dhe shumë prej tyre në kthetat e vdekjes përballen me të, jo nga smundja, por nga mungesa e ilaçeve. Sot jemi një vend ku janë të pakta familjet që shtrojnë sofrën, por nuk kanë ushqimin për fëmijët e tyre dhe detyrohen të thonë, pash fatin djalë, pash fatin vajzë, në rrugë, gjej fatin tëmë. Dhe fëmijët, vajzat, djemë, largohen dhe vetëm largohen nga Shqipëria. Sot pra, ne jemi vetëm një vend në cilin u larguan. U larguan mbi 45% e shqiptarëve nga Shqipëria. Na dhe ne do fillojmë aty ku është dhimbja. Aty ku është dhimbja do t'jemi ne dhe kemi vendosur 3 muajt e parë çdo shqiptari që merr dën 200 euro do marr 200 euro. Pensionisti që merr pensionin 200 euro do marr 200 euro. I papunit, ndihmë ekonomike, studenti me bursë dhe çdo shqiptar tjetër nuk do firmos kur në 200 euro në borderon e këtij vendi. 200 euro shumë nuk janë. Por në standardin ndërkombëtar 200 euro janë jashtë varfërisë ekstreme. Janë 6.2-3 dollar në ditë, euro, dhe ai që merr kaq nuk është në varfëri ekstreme, mbetet në varfëri. Por mjerimit, numërimit kafshac i japin fund, jo vetëm me këto. Jo vetëm me këto. Përkundrazi, të gjithë këtyre do t'u japim kartën e konsumatorit. Karta e konsumatorit do të thotë që ata ushqime do t'i blejnë 20% më lirë se sa të tjerët me rrogat mesme dhe të larta. Të gjithë këtyre do të rimbursohen 100% ilaçet. Pensionistët do kenë të drejtë të bëjnë analizat plota falas 2 herë në vit. Lista e barnave do t'jetë identike 1 për 1
me Italin. Nuk matemi ne me Italin, por ilaçe do matemi. Do matemi ilaçe. I smuri në Shqipëri do mjekohet, po me ato ilaçe që mjekohet italianin në Itali. Që mjekohet Bashkimin Evropian. Pra, do vendosim disa standarde tjera, sepse është krijuar një endek i tmerrshëm për pirës, midis atyre që kanë dhe atyre që nuk kanë. Dhe në këtë mënyrë shoqëria vetëm ndahet dysh, vetëm qahet gjithje me shumë. Rrogat ulta në Shqipëri nuk do të ketë. Në asnjë rrethant në 500 euro. Garantoj sipërmarrësit. Garantoj sipërmarrësit se do të kompensohet me ulje taksash. Qindark për qindark rritje e rrogave në 500 euro të punojësve. Por shqiptar që të marrë në punë dhe në 500 euro nuk do mund të ketë kur. Ekziston një drejt, e cila duhet respektohet. Rroga mesatare do të jetë 1200 euro. Mësuesit do arrijnë në rrogën 1500 euro, gjersa ata të paguhen më shumë se çdo mësues tjetër në Ballkan. Energjia, bizneseve do të ushitet me 6 lek nga 18 që ushitet sot kilovati. Familjarve do ushitet me 7 lek. Tarife e ujit do përgjysmohet. Pra, me këto masa, besoj se ne e lehtësojmë në një shkallë të caktuar jetën e qytetarëve tanë që janë në nevojë. Kjo sigurisht nuk është Shqipëria madhështore, por e ka thënë Mahatma Gandhi se madhështia një kombi matet me qëndrimin që ai man ndaj atyre që kanë nevojë, ndaj të varfëve të tyre. Dhe ne do kemi ndryshim rregjësor në qëndrimin ndaj tyre. Nuk ka të varfër nga debelizmi, të varfrit i ka bërë politika të varfër dhe ne këtë politikë do ta ndryshojmë. Miqtë e mi, nuk ka rreth, nuk ka qytet, nuk ka qark që mund të bëhet më madhështor se qarku i Firit se rrethi i Lushnjës. Gjithçka në të rreth natyra e ka bërë madhështore. Lushnja ka potenciale të jashtëzakonshme bujqësore. Lushnja ka fermer të mrekullueshëm, njerëz të zot, të punës, të djersës. Lushnja ka brigje turistike ndër më të bukurat. Ka çdo potencial. Pra, made in Lushnja, made in Albania, krenari lushnjare, krenari kombëtare. Miqtë e mi, po, askush mund të prodhoj më shumë se fermeri lushnjar, në qoftë se ti i heq atij, i largon të këqijat që i ka bërë regjimi. Në qoftë se ti i garanton atij kushtet që djersë e ti të jap mbrojtësinë, të jap prodhimet, të jap suksesin që meriton. Dhe ne këtë do bëjmë. Çfarë është kjo? Së pari do ta barazojmë me fermerët e tjerë. Këtu të rajonit do subvencionojmë 5 herë më shumë. Do të rrisin fondin e subvencioneve 5 herë. Për çdo fidan, për bim të arave, për njësi prodhimi, për çdo krem bagti. Po, atëherë të matën
fermer të tjerë me fermerin e Lushtjes. Kush prodhon më shumë dhe kush prodhon më lirë. I Lushtjes do jetë i pari. Sot, ky regjim, për t'i hapur dyert shkatrimit prodhimit bujqësor, ka vendosur taksën të vëshën asimetrike tek grumulluesit dhe përpunuesit e prodhimeve. Unë ju ja fjallën ju, se 3 muajt e parë taksën do vendoset taksa asimetrike, e cila bën që prodhuesi dhe që përpunuesi t'i kthej fermerit të marrë ai të vëshën 20% për prodhimet që kshen. Ballkani i hapur. Kjo marrëveshje që shkatroi me mira ferma, që solli vërshimin e prodhimeve të subvencionuara 8 herë më shumë se prodhimet në Shqipëri nga Banata dhe Shumadia, për shkak të Brotherhoodit Rama-Vučić, do të hidhet në kosh të plerave javën e parë të qeverisjes Partisë Demokratike. Linjë kreditit but, në të cilën qeveria do të paguajë 80% e interesit, do ofrohet fermerëve të Lushtjes dhe të mbarë Shqipërisë. Nuk ka tokë më pjellore se toka shqiptare, as kërkun. Ky vend nuk ka as një plam tokë pa frut. Lushtjen po fillon t'i kripzohen tokat, sepse s'ka investime në asgjë. Atëherë, vaditja dhe kullimi dhe mbrojtja e tokës do t'jenë 3 përparësi madhore të qeverisë ardhshme. Kudo në botë, ndodhë që mbi prodhimi, ndodhë që fatkeqësi dëmtojnë, edhe tani më tha, më informuan se janë dëmtuar prodhimet. Qeveria do ketë fondin e kompensimit, me çmimin bazë të gjithë dëmtimeve që vijnë nga faktor natyral ose stoku i mbi prodhimit dhe mos shitja e tyre. Ndolse, ju them këtu, e deklaroj këtu. E deklaroj këtu botërisht, se do të mbrojmë në çdo sezon prodhimet tuaja. Dhe se çdo vend e bën këtë për dhe Shqipërisë sot. Po, do t'i mbrojmë ato. Çdo vend i mbron. Nuk është e vërtet që hap secili vend, përveç Edi Ramës, që i shkatroi prodhimet. 2000 ton patate ju kalbe një fermerin Pogradec për shkak të Ballkanit hapur. Mira ton fruta, prodhimet e tjera mbetën u hodhen kanaleve. Mira ferma falimentuan. Kjo merr fund. Miqtë e mi, Made in Albania do t'jetë krenaria jonë kombëtare. Memja e gjallë, se kështu po e quajmë ne atë, ai që më quajnë mua buf, po ai nuk kupton që më ka dhënë një përsit jashtëzakonshme dhe ju garantoj ju që do përdor gjithë eksperiencën, mençurinë time për ta përzan me datën 11 maj bashkë me ju. Po. Lere mos e pyet. Kopion dhe imiton si majmun.